Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Kledi ka diu në dhimbje të thellë, fëmia e tij nuk ecën dot. Koreografi i njohur shqiptar Kledi Kadiu ka folur më shumë në lidhje me jetën e tij personale për një dhimbje dhe për një nga periudhat më të vështira të jetës së tij, duke rrëfyer se si një ngjarje që zakonisht shoqërohet me festë dhe gëzim për çdo familje, për ta u kthyer në një plagë të thellë shpirtërore. Ndryshoi gjithçka. Festa që çdo familje bën kur lind një fëmijë për ne u shndërrua në një dhimbje të madhe. Fakti që ai ishte kaq i vogël, mospranimi i një prindi, pyetja e vazhdueshme pse atij dhe jo mua, ishte diçka që të shkatron. U shpreh Kledi teksa ishte i ftuar në një emision. Ai tregoi se ishte një periudhë e mbushur me ankth, lot dhe pa fuqi për të ndalur një realitet të hidhur, por edhe me forcën për të ecur përpara. Ishte diçka që nuk e ndalon dot. Ajo kohë kaloi dhe fatmirësisht gjithçka shkoi mirë për Gabrielin, tha ai duke theksuar se sot familja jeton me shpresë dhe besim. Në rrëfimin e tij, Kledi ndau edhe detaje mbi gjendjen shëndetësore të djalit. Ai sot shkon në Kopësht, normalisht ka mungesat që ka çdo fëmijë me vështirësi, por shpresa është e lartë. Ishte një virus që mori një drejtim të rëndë. Merret në momentin që dëmton pjesë të caktuara të trurit. I ka dëmtuar të folurën, lëvizjen, nuk ecën dot, u shpreh ai.